Në prezencë të familjarëve, drejtuesve të medreses dhe basisë fetare islame është promovuar gjenerata e 14 e medresantëve të paraleles së shtrirë në Gostivar. Ishin 8 maturante kryesisht nga Gostivari, të cilat morën lëvdata, urata dhe përgëzime të shumta për përfundimin me sukses të shkollës së mesme të medreses. Aktiviteti u ndoq nga afër dhe nga drejtuesit e basisë fetare islame në Maqedoninë e Veriut dhe përfaqësues të muftinisë së Gostivarit. Me këtë rast, Reisul Ulema, Haxhi Shaqir Efendi Fetaj, përuroi maturantët e posta diplomuara, duke ju dëshiruar atyre rrugtim të mëtejmë në botën e studimit dhe diturisë. Ne kishim vetëm një medrese që quheshte Qendra, medreseja Isabeu. Po ja që në kohën e ish Reisul Ulemas, që sot e kemi nderin ta kemi në mesin tonë, ky e udhi idenë që medreseja të hapet me degët e saja në tërë teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe filluam në atë kohë, në kohën e profesor Arif Efendi Eminit, të hapim medresene e Tetovës, pastaj vazhduam në medresene e vajzave në Shkup, dhe më në fund na u plotësu dëshira që të kemi edhe ne këtu në teritorin e Gostivarit një medrese për vajzat tona, për gjinin femrore e kështu me radhë. Jemi krenar të gjitha këta institucione që une ka do që shkoj e them, sot kemi 1400 nënpunës fetar. Kemi 5 medrese, fakultetin e shkencave islame, shoqata, organizata e kështu me radhë, të gjitha vëllezër e motra mirë mbahen nga besimi i besimtarëve tanë në teritorin e Maqedonisë. Andaj, detyra jonë është të jemi në mesin e besimtarëve tanë, në shërbim të tyre, në shërbim të gjitha institucioneve që i kemi, si komp dhe si shoqëri në përgjithësi. Dhe unë e them se besimtarët tanë janë të mrekullueshëm, sepse gjitha çka ndodh në bashkinë fetare islame është vullneti dhe zemra imani i familjeve tona në tërë teritorin e Maqedonisë së Veriut. Unë shumë kam respekt për këta maturantë, të cilët plot 4 vite i kanë bërë në këtë shkollë me kushte më të mira në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me këtë ambient impozant që po ashtu është vullnet i besimtarëve tanë. Ama unë kam një respekt të veçantë ndaj familjeve, respektivisht prindërve të këtyre maturanteve dhe maturanteve në gjithë teritorin e Maqedonisë, që na i kanë falë fëmijët e tyre plot 4 vite, që t'i japin peshë edhe familjes, t'i japin peshë edhe fëmijët, në veçanti t'i japin peshë medreses Isabeu me degët e saja. Andaj prindërve të këtyre maturanteve dhe gjithë maturanteve dhe maturantëve në gjithë Maqedoninë, ju falenderojmë përzemërsisht prindërve të cilët na e dhanë emanet atë më të shtrenjtën që quhet vajzë ose djalë. Mirë pa ajo që më ka lënë të lumtur dhe të kënaqur, edhe profesorët dhe profesoreshat me përgjegjësinë më të madhe e kanë kuptuar këtë emanet dhe i kanë konsideruar në mënyrë 2-dimensionale, nxënësit dhe nxënëset, edhe si nxënës, por edhe si fëmijët e tyre. Drejtori i përgjithshëm i medreses Isabeu në Shkup, Islami, potencoi që misioni i medreses në Maqedoninë e Veriut ka qenë dhe mbetet zhvillimi, arsimimi dhe edukimi i gjeneratave të reja me theks të veçantë të gjinisë femrore. Të dashur maturante, botës i duhen njerëz të dijshëm, por edhe të drejtë, i duhen profesionist, por edhe besimtar. Ju si bija të medreses, jeni shpresa e kësaj shoqërie për një të ardhme
ku dijet bashkohen me vlerat, ku përparimi shoqërohet me moral dhe ku zemrat nuk harojnë krijuesin asnjëherë. Ruani zemrën e pastër, lutjet e sinqerta dhe përkushtimin ndaj të mirës. Kujtoni se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush ecën në një rrugë për të kërkuar dije, Allahu do t'ja lehtësoj atij rrugën drejt xhenetit. Mos harroni të falenderoni prindërit tuaj që u kanë qëndruar pranë me dashuri e sakrificë, si dhe mësuesit që me durim e përkushtim ju kanë ndriçuar rrugën e dijes suaj. Ju jeni fryti përbashkët i përpjekjeve të tyre dhe vullnetit tuaj. Largoheni nga kjo shkollë, por ajo do të jetë me ju çdo herë me vlerat tuaja, në qëndrimet tuaja dhe në misionin që do të bartni për të qenë dritë dhe shembull në mesin e shoqërisë sonë. Allahu ju bekov në çdo hap të jetës suaj, ju uroj rrugë të mbar, dije të dobishme, besim të fortë dhe zemra të lidhura gjithmonë me Allahun fuqiplot. Në emër të muftiut të Gostivarit Sabaudin Zendeli, i cili ndodhet në Haç, të pranishmit i ka përshëndetur referenti i muftinisë së Gostivarit, Madhësim Zendeli. Kam derin sot në emër të muftinisë Basisë Fetare Islame të Gostivarit dhe në emër të muftiut të saj Haxhi Sabaudin Efendi Zendeli, të gjithë juve që dëshiroj mirëseardhje në Gostivarin ton dhe tuajin të përbashkët me rastin e përcjelljes së maturantëve në rrugët e tjera të sfidave të jetës. Muftinia e Gostivarit është vatra e parë ku kjo shkollë e pa ndriçimin e saj, duke filluar pikrish nga Reisul Ulemaja Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu. Kjo shkollë sot gjendet në këtë vend dhe kur dikënte pjesin cilat janë simbolet e Gostivarit, i pari vjen nga koha Osmanlive, kulla e sahatit, simboli ditë është medreseja e Gostivarit. Më lejoni që në emër të muftiut Haxhi Sabaudin Efendi Zendeli të uroj këtë përmbyllje të ciklit mësimor, edukativ, mirë po nuk do të thot përfundim. Do të përfundoj me një fjalë të ëmbël, e cila në këtë foltore është thënë para shumë vitesh. Ju maturante të dashura, sot ndroni mbi emër, por mos harroni se kush u dha emër. Programi u shoqërua edhe me lexim Kurani, poezi dhe ese. Në fund, u ndan edhe mirënjohje dhe diplomat për maturantët, ndërsa për Reisul Uleman, maturantët i dhuruan një dhuratë simbolike. Si vjet, nxënësja e gjeneratës u zgjodh Halise Bilali, të cilës kreu i Basisë Fetare Islame i bëri dhuratë të veçantë, si dhe premtoi nga 50 euro për çdo maturante të si vjetme. Ndryshe, paralelja e shtrirë e vajzave në Gostivar filloi së funksionuari në vitin 2008, atëherë kur për herë të parë në paralelen e Gostivarit u regjistruan 17 medresante të reja. Gjeneratat që pasuan rritën numrin e tyre, gjithsesi me maturantet e kësaj gjenerate, bëhen 353 maturante që diplomohen vetëm në Gostivar.